pamjet nga dhomat e votimit këtu në këtë shkollë. Nëse ju nuk keni diçka Donika, po e drejtojmë një në studio me këto pamjet. Faleminderit Adriana, shumë fit kemi një lidhje tjetër apo jo? Po, atëherë kemi tash me kolegën tonë Valbona Bytyqe, e cila ndodhet në komunën e Mitrovicës së Veriut, me të cilën do të flasim se si ka shkuar deri më tani pra procesi zgjedhor. Atë nëse Valbona po na dëgjon atëherë, si është atmosfera në qendrën ku ndodhesh atje? Përshëndetje fitem Donika, misafirit në studio dhe të gjithë shikuesit e Koavizionit. Në faktu në nuk gjendem në një qendër të votimit në Veri, mirë po jam në oborin e stacionit të policisë Kosovës në këtë pjesë të Kosovës dhe pranë vetës kam shefin e planifikimit rajonal në policinë e Kosovës, zotrin Erdoan Baliqi. Zotri Baliqi, faleminderit shumë për kohën tuaj. Shumë se keni ardhur. Si ka shkuar dita sot në komunat me shumicë serbe, kemi pas të paktën deri më tani nuk kemi të raportuar ndonjë incident, megjithatë cilat janë informacionet që i ka policia e Kosovës? Atëherë policia e Kosovës, gjithsesi drejtoria rajonale e policisë në Mitrovicë Veri ka bërë gjitha përgatitjet për zgjedhjet lokale. Do thotë deri më tash ka qenë çdo gjë në rregull, nuk është shënuar ndonjë incident i mundshëm apo ndonjë rast. Cili është angazhimi i policisë së Kosovës për mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale, pra për 12 tetore? Po, policia është në çdo qendër të votimit, ata qëndrojnë jashtë për eventualisht nëse ka nevojë për ndonjë intervenim, mirë po deri më tani nuk është paraqitur nevoja për ndonjë rast për intervenim apo diçka tjetër. Zotri Baliqi kanë mbetur edhe dikun rreth 2-3 orë deri në fund të këtij procesi zgjedhor, pra deri në mbylljen e qendrave të votimit, cilat janë, nëse mund të them kështu, pritshmëritë e policisë së Kosovës, pas parasysh që deri më tani nuk kemi pasur ndonjë incident, megjithatë pritet që të paktën qoftë nga festimet, qoftë edhe nga përfundimi i ditës ose në prag të mbylljes së vendvotimeve, ka pritshmëri që mund të ketë ndonjë incident ose ndonjë lëvizje jo të favorshme, nëse mund të them kështu. Fatmirësisht deri më tani megjithëse nuk kemi shënuar ndonjë incident, nuk presim të kemi ndonjë incident, po megjithatë edhe nëse paraqitet, policia është e regatshme, do thotë ne do të përgjigjem për çdo rast nëse është e nevojshme. Por deri tash nuk kemi të shënuar asnjë incident, po nuk kemi edhe të paralajmëruar ndonjë manifestim apo diçka tjetër që do të bëhen pas orës 19. A do të ketë ndryshim të planit operacional të policisë së Kosovës pas mbylljes së vendvotimeve, cili do të jetë angazhimi i zyrtarëve policor? Po ne i kemi bërë përgatitjet e nevojshme, do thotë ne do të qëndrojmë këtu për çdo rast nevoje, mirë po na vazhdojmë me orarin siç e kemi para po sipas planit operativ, kështu që në rregull jemi. Faleminderit shumë për kohën. Ndërqofsh. Atëherë ishim në intervistë me zotrin Baliqi, me shefin e planifikimeve rajonale këtu në policinë e Kosovës në rajonin e Veriut dhe kaq janë informacionet nga kjo lidhje direkte. Atëherë Valbona, të falenderoj shumë për të gjitha këto informacione, sidomos në aspektin e sigurisë për zhvillimet atje. Ndërkohë tani do shkojmë në Ferizaj, atje kemi kolegun ton Ardit Kika, i cili do të na sjell të gjitha zhvillimet dhe të dhënat për mbarvajtjen e procesit. Atëherë Ardit, përshëndetje, cila si po ecin procesi zgjedhor në komunën e Ferizajt. Përshëndetje Donika për ty dhe të gjithë shikuesit e KTV-s. Jemi pra për momentin në shkollën Pjetër Bogdani këtu në Ferizaj. Procesi ka shkuar i gjithë me rregull. Pjesëmarrja e qytetarëve është pra e afërt me atë të pjesëmarrjes qytetarëve në nivel të Kosovës, në 23% në nivel të komunës. Disa nga ndryshimet në disa prej shkollave kanë qenë se pra në disa vende nuk ka tavolina ndihmëse dhe po e vërejmë se po ashtu janë shënuar mbiemrat si që është në këtë rast pra nga i meri deri te Jupa për të ndihmuar qytetarëve që ta gjejnë vendvotimin e tyre. Po ashtu, do të flasim me zotrin Sami Jahiu, menaxherin e kësaj qendre të votimit, për ecurin dhe mbarvajtjen e këtij procesi. Përshëndetje, ju falenderoj shumë fillimisht. A mundeni me na tregu për ecurin e procesit, si dhe shifrat që i keni deri më tani? Faleminderit. Vendvotimet janë hap me kohë, në kohën e duhur. Nuk ka pas asnjë ekses ose diçka të veçantë me raportuar.
Deri me tani I kem dhonat e orës 15, ku nga gjithsejt 7.698 votu sa gjindën e këtë qender, kanë votu deri në ora 15, dikun 1.564, që në përqindje I bje 20.31%. Këtë në dhonat e fundit që ne I kem procesu deri me tani. A mundëri me nga të regu edhe si ka reflektu, apo se keni po jo diri tash hecjen e tavolinës ndihmëse? A është e nevojshme, apo keni pasur ndonjë moment ku e keni marrë përshtypjen se ka kriju më shumë të llovi tavolina ndihmëse? I pam po ashtu disa votues të cilët erdhën në këtë anë dhe pyetën për mbiemrin e tyre se ku është, po se shihni jo hecjen e tavolinës? Unë besoj që nuk ka ndonjë farë relevancë ku me ditë sa ekzistenca e tavolinës ndihmëse, sepse qytetarët gjithë I kanë shënuar mbiemra, siç e treguat edhe ju më herët, edhe në e-Kosova gjithë munden me gjetën vend votimin. Domethënë nuk ka asnjë problem, nuk paraqet diçka që duhet me theksuar. Ju falenderoj shumë. Jashtëzakonisht mirë, nuk ka pas të lashe theksuar. Ju falenderoj shumë, zotri Jahiu. Derit edhe nga ju. Dhe tani po e kthej linjën nga tek ju, pra procesi ka shkuar me rregull dhe nuk ka incidente të raportuara në komunën e Ferizajt. Po e kthej linjën te ju me që do të vazhdoni edhe me linja tjera. Faleminderit. Faleminderit Ardit, pra ka qenë komuna e Ferizaj dhe njëra prej qendrave atje me cilën kolegu Arditin ai sjellë disa prej nëse mund të themi problemeve të deritanishme sa I përket kësaj qendre. Tani do të shkojmë në Fushë Kosovë. Atje kemi kolegën tonë Sania Jusufi. Sania, përshëndetje dhe cilat janë informatat e fundit për mbarvajtjen e procesit në këtë komunë. Përshëndetje Donika për ju dhe gjithë shikuesit e Koavizionit. Ne jemi këtu në një qendër në Fushë Kosovë, pra jemi në bar të madh të Fushë Kosovës, një fshat pra që është një nga fshatrat më të mëdha të komunës së Fushë Kosovës për të parë se si po ecën votimin në këtë komunë. Këtu afër e kam menaxherin e kësaj qendre, zotri Salia Shanica, I cili do të na njoftoj për së afërmi se si ka ecur procesi zgjedhor deri më tani dhe sa ka qenë përqindja e votuesve që kanë shfrytzuar të drejtën e votës deri në këtë kohë. Përshëndetje zotria Shanica. Përshëndetje nderuar. Nëse mund të na tregoni se si ka ecur deri tani procesi votimit dhe sa është dalja e qytetarëve për të votuar. Po, procesi votimit është duke shkuar një proces shumë I rregullt. Dalja qytetarëve është në nivel të kënaqshëm. Deri në ora 15 kanë dalë 1152 votues, prej gjithsej të mundshmëve 2984, që dikun me përqindje I bie dikun 39%. Kështu që po shpresojmë që akoma do të dalin të tjerët. Deri në këtë kohë ka pasur si ka shku procesi, ka pasur ndonjë ekces apo jo? Deri në këtë kohë ka shku proces shumë në rregull, nuk kemi pas ndonjë defekt ose ndonjë parregullsi, një proces I rregullt normal. Krahasuar me zgjedhjet e kaluara lokale, sa është përqindja krahasuar pra? Krahasuar me zgjedhjet po flas nacionale që ishin pak më herët, domethënë faktikisht është gati e ngjashme me to, kur dim ato dikun ka më rri përqindja 48% nëse nuk kam, nëse sa më kujtohet, ndërsa me gjas këtu do ta kaloj 50% sipas trendit që ka ndalë deri më tani. Faleminderit shumë. Faleminderit e ju. Pra e kishim të dhënat nga qendra e votimit këtu në bar të madh të Fushë Kosovës. Ne do të vazhdojmë edhe në qendra tjera këtu në Fushë Kosovë për të parë se si